Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak lajmin që sot po bën xhiron e rrjetit, do me thënë po bën namin. Një video që mbrëm u shkëput nga Big Brother, do me thënë u publikua në Instagramin e Selin Bollati, ka ngritur një luftë të madhe drejt të gjithë njerëzve të cilët e ndjekin këtë format. Rogerti ofendon Selinin. Tani, nuk janë ofendimet e para që në fakt Rogerti i bën kundër drejt Selin. Që në momentin e parë kur Selina nuk ja pranoi lojën, dhe me të drejtë nuk ja ka pranu, se në fund të ditës si e cili dëshiron ta bën lojën e vet, Rogerti filloi që ta ofendon. Por mua më çudit në këtë mes qasja e Mirit. Do me thënë Miri, në dhomën e rrëfimit, flet tjetër gjë për Selinën, që unë në fakt dua që sonte ta nxjerr produksioni, se çfarë ai thot dhe se si ai në të vërtetë ndjen Selinën. Se më duhet ta citoj, banorët brenda nuk e din fare që produksioni nxjerr shkëputje të vogla nga dhoma e rrëfimit, do me thënë nuk janë fare në dieni për këtë gjë. Dhe në këtë rast, Miri në dhomën e rrëfimit ka superlativa për Selinën, ndërsa kur është me Rogertin në tavolinë, ai mundohet që t'i bashkangjitet ofendimit që Rogerti ka. Rogerti, sepse më thonë Tiranë ndonjëherë pse mbron Rogertin, unë nuk e kam mbrojt Rogertin. Unë them që Rogerti është një personazh i zgjuar, por që ka një gjuhë të keqe. Do me thënë, edhe Rogerti vetë thot që unë nuk jam ky që jam, do me thënë unë nuk jam ky njeriu me këtë gjuhën. Edhe pse unë nuk e besoj, sepse unë mendoj që ato, edhe pse janë një show, ato janë të vërtet. Këto janë ato. Nuk mundet njeriu të krijoj skenare, nuk mundet njeriu të krijoj filma vetëm e vetëm për një show. Këto janë realistët, këto janë të vërtetët. Këto janë banorët edhe në jetën e përditshme. Rogerti dëshiron që ta ketë Selinën në krahun e vet, por s'dihet se si ta thërret, sepse Selina është e bindur që me Rogertin lojë nuk bën, nga që Selina e ka pre rrugën me Rogertin që në fillim. Miri në anën tjetër don ta rikthejnë Selinën në pranë vetes së tij dhe të shkojnë bashkë në finale, sepse Miri akoma ka ato ëndrat në kokë që Selina ka qenë e dashuruar tek Miri, por Selina është duke bërë të kundërtën. Selina i qëndron besnike një marrëdhënies të cilën e ka jashtë dhe është treguar një vajzë jashtëzakonisht e mrekullueshme brenda asaj shtëpie dhe ka treguar një lloj qëndrimi që unë në fakt nuk e kam pritur nga Selina, duke njohur natyrën e Selinës. Jo për keq, po duke njohur për mirë, që do me thënë është një personazh pozitive, është energjike, është e qeshur, është e hapur me të gjithë dhe realisht këto lloj tipash tek ne janë të paragjykuar. Por pyetja që mua më bëhet është pse produksioni nuk e dënon Rogertin. E ka mik të afërt, menaxherin kryesor, sponsorin kryesor, etj. Domethënë janë fjalë që fliten lart edhe poshtë, por nuk janë të vërtetuara. Tani fillimisht një herë unë e them me bindje të plotë që unë e pash kush është fituesi. Vetëm nga fakti që në surprizën që vllau i madh ua bëri 4 banorëve për 100 ditorin, unë e pash që Miri është banori më i suportuar dhe Miri mund të jetë dhe fituesi i këtij formatit. Zarfi i zi duhet të vijë që në momentin kur Miri e tregoi atë fjalën që i ka thënë ai zotëria gjasme, Selinës ti je kokra e, dhe më pas Rogerti që i përfoli ato fjalë që realisht nuk duhet të t'i thotë. Nëse do të ishim në një film, kjo do të na e rrezonte bukën nga goja, etj. Do me thënë, unë e shikoj që çunat e shtëpisë, sidomos to 2 burrat e martuar, nga 40 vjeç, e shohin Selinën si një send për qefet e tyre shpirtërore, që kjo është e turpshme dhe është gabim. Unë uroj me zemër që sonte opinionistët të flasin drejt dhe të gjykojnë ashtu siç duhet gjykuar dhe të godasin ashtu siç duhet goditur pa u trembur fare, sepse unë shoh një lloj trembje të tyre tek Rogerti. Tani është presioni i produksionit apo është trembje nuk e di, por e shoh një lloj frike. Dhe sonte uroj me zemër që t'ju a thon gjërat siç duhet, sepse nuk është e bukur që një vajzë të ofendohet dhe të denigrohet deri në këtë pikë vetëm për disa klikime sepse pas ka filluar një ferma VIP. Kjo është analiza ime rreth kësaj ngjarje që ndodhi.